Disa fjalë ja vlen me u thonë edhe për Partinë Demokratike të Kosovës. Çfarë talenti të jashtëzakonshëm kanë kallëzu me ja shkaktu vetit edhe një varr në Drenas. Domethënë, kanë shku e kanë marrë një bele, kudo që u kona, jo, kanë thonë, ja që të bele pe internalizojna, pe bojmë tonën. Edhe e shkaktu një debat mrenshëm, edhe një përqarje të mrenshme, që unë e mendoj, që pat pasojat jashtëzakonshme për partinë në shkallë veni. Mënyra qysh kanë vendosë me i nda rrugët me Ramiz Ladrovcin është konë amatoreske, o konë qesharake, dikush duhet me marë përgjithësi për ata. E kandidun për kryetarët komunës dikan që për besë në qitë moment nuk pëm kujtojt asë qyshe ko emnin. Edhe vendosen me u fut në betej me Ramiz Ladrovcin, çfarë budallakije edhe hetësis PDK-s e pabesukshme. E pabesukshme. Pra, e përgjysmun Drenicën, sa do që Ramizi tash për dele dhe për thot që ja kushtoj, ani, njëra ju rrit atina, ja kushtoj fitoren, Hashim Thosit Kadri Veselit e Jakub Krasniqit, këta fëmija këtu, ja shkaktu në vetit një bela në derë të shpis. A e një be normal. E fitujmë të ishin në rundë parë. Po, fitoni në rundë parë. U po, qysh e fitut në rundë parë. E tash ka dhe në më bo? Nonën tjetër. Në më thonë që 2 herë e rrit uroni PDK në Prishtinë, po me çfarë qëllimi? Gjithashtu, krejt resurset financiare, logjistike, PDK i ka investu te urani. Në komuna tjera ju ka thonë zoti një moft, e kena një djalë që unë garë në Prishtinë, i cili e fitoj medaljen e brënzt. Po medalja brënzt në politik nuk ka vlerë, pa marë parasysh për sa i ke hubë zgjedhjet. Krejt që ka mohet men zgjedhje, është a i fitove a si fitove. Urani është e vërtet e qaj 27%. Po kjo është vesh për statistika. Në ballotazh është dikush tjetër. Për mu metet i pa kuptimt roli minor që e ka Agim Aliu në PDK. Dhe më thonë, PDK çuditnisht gati e konsideron të mirëqenë fiturjen Ferizaj. Agim Aliu është aset i jashtëzakonshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, po Agim Aliu nuk e shenin qender. Agim Aliu, thënë, fitohet ishat Ferizajnë. Agim Aliu, ta mund ketë vetë vendosjen Ferizaj. Ferizaj vetë vendosje të fiton bindshëm, Agim Aliu t'i gjyn një zën. Pse nuk është Agim Aliu njëni për figurave qendrore të Partisë Demokratike të Kosovës? Ma shumë flitet në PDK për vendin e tretë Turani Ismailit, sësa për fitoret pa ballotazh të Agim Aliut. Ma shumë krenohen që urani për rrit partinë, sësa që Agim Aliu për ta nal hovin e Albin Kurtit në Ferizaj. A nuk është pak e çuditshme që kjo? A nuk ishtë dasht mu lexu drejt mesazhi i njerëzve në Ferizaj për Agim Aliun? Pse doni me majt Agim Aliun veç çatje? Figur tjetër e rëndësishme në PDK është Shaqir Tota. Unë jam i bindën që me një aleancë të duhun, Shaqir Tota prapë e mon Prizrenin. Prizreni është qyteti i dytë më i rëndësishëm në Kosovë. Është i dyti më i rëndësishëm. Shaqir Tota fitoi 42, që me gjas është më shumë se sa ka fitu në 2021. E njëjta këshill, sikur për Agim Aliun, vlen edhe për Shaqir Totën. Pse duhet më kona Belar Tahiri më i rëndësishëm se Shaqir Tota në PDK? Pse duhet më konë kushdo më i rëndësishëm se Shaqir Tota në PDK? Njëri që ta mon Prizrenin, qytetin e dytë më të rëndësishëm. Edhe si më thonë, kryen zgjedhjet, Shaqir Rriqat jenë Prizren. Jo be për nashta Shaqiri pidi, ka një 2 sene që ju si dini. Sigurisht që beteja më e rëndësishme në balotazh ka më konë Prishtina, po si betejë nacionale është
Mitrovica. Mitrovica, nëse e kështë hek Bedri Hamzën për ekuacionit, ish harrusi tim. Dhe më thonë ti kishin fitu 60-70%. Nëse dojnë me majtë Mitrovicën, këta të Prishtinës, nuk do të mu dokë shumë ka Mitrovica. Le të një mojnë me qka të munën, po këta s'do të mu panë të bime Mitrovicë. Bedri Hamza është, unë e menej, figura ma dashtë në PDK-s për te i vija partijake. Kështu që mbështetje po, si partia që du të mi thonë mbështetje degve të veta, po Bedria e ka, se më thonë, një mujnë ma të rëndësishëm, politik të vetin. Andaj veç du të mi thonë, puna marë, kalzana që ka mujna me të një mu.